Po faktikisht, po kështu është. Po si e bleve shtëpinë ti kur e di këtë rrezik? Po faktikisht, ne kur e blej shtëpinë nuk e shikojmë fare këto. Po tani si shikoj unë, okay, po edhe si shikon as ti? Tani ka dhe një gjë. Ne zgjedhim pozicionin ku është, një. E dyta shohim cilësinë e punimit që është ndërtuar, dy. Zgjedhim një shtëpi të orientuar nga jugperëndimi, këto janë karakteristikat. Dhe zgjedhim një shtëpi që po të jenë në kate të larta. Kështu që mua ajo më plotson. Çka kate ke shtëpinë? Unë katën e katërt. Katën e katërt, ke gjetë katën. Ose katën e tretë, kështu po është si lartësi është kati 4, po kështu numër kati 3. Do të thonë ai është kati më i mirë, ë? Po kjo është relative, disa duan kate të larta. Pse? Po ajri është më i mirë. Është ajri më i mirë. Po faktikisht janë më të rrezikuara katet e larta? Ti bën sa pyetje që unë do të ngjall gjykimet janë relative. Po ai bëj pyetje që njerëzit Po faktikisht në një çdo lloj incidenti, një kati që është në katën e tretë del më shpejt jashtë apo jo? Po ai kati i fundit? Po do kozjatja është më e madhe. Po? Për të zbritur nga kati 7-8 në katë. Okej. Inxhinier, a ishte mundësia që ky zjarr në momentin që nisi mund të lokalizohej, pra mund të ndërpritej? Patjetër, nëse do ishte njëri shkathet aty dhe ta bllokonte si zjarr, po patjetër. Unë nuk po them kur te ato te kartonat. Unë po themi kur morën. Jo, është shpejtësia e djegjes së policarit është shumë e madhe. Me vërtet, ëh? Po, është dhe vazhdon kështu si ajo te filmi në fillim të verës është. Jo, është shumë ngadalë. Si barut, është ngadalshme, janë shumë zdjekshme. Po nuk ishte fare mundësi që mund ta ndërprisin. Po, më falë që njerëzit më shumë bëjnë se marrin flasin në telefon as si smer kur ajo të rrezikoj. Po, atëherë ndahet me dy faza. Faza e parë është që ai ndërtuesi ka marrë përsipër, Po, tani vim te kjo, po, se është shumë e rëndësishme kjo. Tani çfarë do bëj ai? Këtu ka një brez. Ai do t'i marrë përsipër të marrë të gjitha këto. Do i bëj këto ndërtuese me shpenzimet e tij. Me shpenzimet e tij. Pyetja shtrohet, ky ndërtues ta bën për humanizëm? Apo e bën për çfarë? Për të ruajtur personalitetin e firmës së tij, sepse po që se do dalin pa udhësi, që autori këtyre materialeve janë vendosur këto në kundërshtim me projektin e tjera. Ai ndoshta nëpërmjet kësaj mbyll të gjitha problemet që kanë ndodhur këtu, ato do zgjidhun. Edhe nuk ulë reputacion e firmës. Po është kompani e madhe faktikisht. Po se kjo është nga më të njohur në Tiranë, në Tiranë. Edhe ose mund ta ketë bërë për këtë, ose për humanizëm, nuk jam në gjendje. Sido që të jetë, kjo të paktën është gjysmë të keqe, sepse do i bën gjitha ndërtimet të tyre. Tani një pyetje kam. Këtë rekonstruksionin që do bëj ky prapë me polisterol do bëj? Këtu do të hyjnë bashkia. Që do të thotë? Ju merrni vendim që do bëni. Po si do e bëni? Po do bëni patjetër. A do ta bëni si dua unë, do thotë bashkia? Patjetër. Do të thonë çfarë do t'i thojmë? Po ta kishit ju në dorë. Po, do bëhet me leshguri. Me leshguri? Patjetër. Ose më një tjetër që mos jetë më i djegshëm. Do të thënë, inxhinieri Gjari. Kjo le të bëhet edhe shembull për të gjithë ndërtuesit e tjerë. Të bëj një 10 metër katror, të ftoj gjithë firmat e ndërtimit. Po. T'i japi dhe emision të do marrë dhe i madhi shteti si e ka, të dhe shjo. E shqivik të këtë? Po. Po. Të gjithë pallatën në Tiranë do bëhen me këtë teknologji dhe pikë. Në qoftë se në një nuk do të bëhet, ai edhe të digjet të marrë flak, do shkoj para ligjit. Do të thënë, ti thuaj që duhet të unifikohen të gjitha pallatet? Unë në gjykimin tim po të këshandorë do të jepja urë të prerë, se njof polisteroli, po jo polisteroli si material, sepse polisteroli është material termoizolus. Po, ka të keqen brenda, është dhe i letë, është 20 kg për metër kub. Bile gjithë Hollanda, po bën lagje të lundrushme me polisterol. Me polisterol, ha? Do thënë, polisteroli është 2 metër, 2 metër e gjysmë, pako, e qanë midis, sepse kam dhënë e qanë midis tyreve ekura dhe vend trar. Sasia e peshës që mbajnë këta trar midis tyre, shumë e bukur. Ne kam bërë analizë dhe jep jamësim në polis. Ata kanë bërë lagje, që ti hipën me vetura në lagje, ka markete deri në 2 kate, dhe po me park me të gjitha që juve, po mos ta dini që jem mbi ujë, nuk e besoni. Sepse Hollanda, 2/3 e tokës, saj e ka marrë nga deti, prandaj quhen vende të ulta. Po, është në nivelin e... Po, edhe punojmë me pafundësisht pompa, sepse ka një farë rritje të nivelit detit.
Është rritur niveliteti? Po, janë shumë pak, po nuk mund ta them shumë, po ta gjejta, atëherë ka lindi problem. O do harxojmë kaq energji për të rritur nivelin, ose gradualisht do të zhvendosim që lagjet të jenë të lundrueshme. Dhe po mos sa dish që jenë atë, jo nuk e kupton, është problem. Tani, inxhinier, Hollanda, baza e këtyre kallëve janë polisteroli. Hollanda është adheu i inxhinierëve. Kështu është. Ne inxhinierët nuk e duam shumë, zoti inxhinier. Ne nuk e duam inxhinierët. Ne themi hajde jemi firmë këtu, inxhinierët. Kaq. Është kështu? Do të thënë, tani, do të thënë për të me që të vjapë një ullësi për Hollandën. Po? Mali më lartë është një Valksberg, 321 metrë. Në gjithë atë, sa që 28.000 kilometrë, 88.000, është 320 metrë. 2/3 i kanë marrë nga deti. Është burgjezia më rafinuar e Europës dhe më e zgjuar. Dhe nuk ndihet. Që nga si puna jonë. Jo, ne thotë që Remvlora, ngutja dhe vetë siguria është në nivelet maksimale. Ngutja dhe vetë siguria. Është një rast shumë e bukur, po të mirën dhe të keqen e kap me njerë. Do me thënë, për ta përmbyllur zotin Gjeqari. Dhe në 1798 nga bërë ministrin e parë, Vatër Stratin, në 798, 800 sa filluan portin e madhe që zhvendosin lumit të Amsterdamin, dhe sot kam bërë portin më të madh në botë, ose të tretin. E kam parë. Për që është i pafund, 20 km. Ja, zakonisht. Inxhinier, do të thëmë për ta përmbledhur dhe për të nxjerrë një konkluzion, ajo që është me vlerë sot për shtetin shqiptar, por veçanërisht për shoqërinë tonë, është që duhet të miratohet një paketë ligjore që të ndryshojë të gjithë ndryshimet, të ndryshojë të gjithë ndërtimet, sidomos të fasadës. E ka nisur ta paketën. Kur e nisur? E ka nisë që në 2003. Shpejt, shumë shpejt pas ka nesur. Është përpunuar, ka ecur në 2018. Por nuk kanë ligjëruar përdorimin e materialeve dhe kushtet ku përdoren dhe si do të përdoren. Po me që u bë kjo, se ishtë aty, atëherë me rrënjë do të ndryshoj, po. Do të bëhet thjesht një manual. Dhe unë po të kështë dorë, do të thoshte që mirë. Sepse dhe mirë mbajtjen leshi xhamit e kam pak. Ka kosëm tepër, leshi gurit i kam pak. Leshi gurit, gjithçka duhet të jetë leshi gurit tani. Unë do të mendoj kështu. Ka në emër tjetër kjo se leshi gurit? Jo, faktikisht ne nuk ta tingëllon mirë. Po pra, leshi gurit, leshi xhamit, se kjo është... Po, nuk, faktikisht ato ashtu kështu kam mbetur. Tani, si është ajo në termin teknik në anglisht? Lesh është në anglisht? Jo. Si është? Jo. Wall, ka edhe gjë, nuk ka emër. Se besoj që është lesh atje. Po, jo, nuk është. Faktikisht, fjala lesh të na tingëllon ashtu, po dhe ajo anglisht po lesh thonë ata. Po vetëm po preardhja është prej... Tani, përveç kësaj që ju thatë si model se si do ndërtohet tani një pallat, po godinat shtetërore, se këto janë të banimit, po godinat shtetërore, se aty punoj njerëz. Ju keni punuar vetë në institucionet shtetërore. Me atëre së këshim fare kështu termoizolim. Me gjithatë... Këshin një fërrellë aty, dhe? Po, nuk është... Po në godinat shtetërore? Po i njëjtë skem, shiko, faktikisht ku nxjerr ligjet shteti, nuk bën përjashtime. Thonë, termoizolimi është... Jo, unë e kam fjalën këtu që sot godinat shtetërore janë të vjetra. Janë ministrit, për shembull. Shiko, ato janë vepra arti, në fakt të cilat kanë trashësi, që realizojnë këtë ruajtjen e ftohtësisë dhe ngrohtësisë, faktikisht, termoizolimi. Po si e kanë arritur ata inxhinierët italianë ato godinat? Materialet, po, gëlqerja faktikisht muri gëlqere, trashësia e murit, bushllëqet midis tyre, është një kompleks gjërat që në godinat e vjetra faktikisht realizohet termoizolimi. Kurse muret tonë të ullojnë 25 cm. Jo, unë fakt bërej një pyetje pak më parë por në rrëshqitje. Okej, këto ndërtimet e reja, po ato ndërtimet deri në 90-ën, pra pallate peskaçe, prej tullash apo dhe ato parafabrikatet? Nëse mund të bëhet në diçka nga brenda, po besoj që pallatet 4 avasha do prishen. Të gjitha? Bloqe. Të gjitha? Jo, mund të bëhen... Ato të viteve 50-60? Po, janë amortizuar dhe mund të bëhen 5-6 kace, 7 kace në mënyrë që ndërtuesit kanë mundësi që të ndërtojnë
pa shumë fitime, duke hyrë dhe shteti, por jam shumë se 2 herë lartësia e tyre. E kuptova. Kjo është. Po tashmë, po pallatet 5 kaçe, se këto tha 3-4 kaçe janë të viteve 50-60. Po ato 5 kaçe të viteve 80? Atëre, ajo që unë kuptoj, mësa kam parë jashtë, që kam lexuar, është që të paktën në Vjena, në masa më të madhe është 5-6 kaç, 4-5 kaç.